Po, çka dashta me thonë në fund, që na krejt veni shkum zgjedhje, se kjo do kemu bë presidente. Nëse s'pas ka konë qëllimi që kjo mu bë presidente, pse shkum zgjedhje në rënd parë. Kjo të dasht me që shenja që nësë janë blokuse. Kjo të dasht apet se apet me u po atraktive që pushteti me pasit mundshme bashkëpunimin. Nuk ka hek dorë Vjosa Osmani pi pushtetit të radhës. Kjo e shetë mundshme bashkëpunimin me Kurtin prap. Edhe prap, mëse harani. E tha pikërisht edhe këtë, se nuk ka vjarkuqe pos me listën serbe. A përshet dyqysh, kjo thotë, kjo është i rrezikshëm, tani eshe të mundshme bashkëpunimin me tonë. Tash, a është i rrezikshëm, a ti bashkëpunon me njerëz të rrezikshëm. Se thike ma herët, unë e di linqimet në vetëvendosje që shënë, se ju më kona atë, mi thonë, aha, a ti i ke pa, edhe kenejta, e momentin që ty tu ka këthy, bashkëfajtore? Jo, bashkëautore, absolutisht dëshmitare, edhe bashkëfajtore, në krejt vorbullën e kryume. Vjosa Osmani nuk është kundër pushtetit autoritar. As LDK, as PDK nuk janë kundër pushtetit autoritar. Këta po e thonë vazhdimisht, do me thonë, maru në për studiot të thonë, na nuk e blokojnë proceset ma zgjedhjeve. Do me thonë, kjo është me thonë që nuk kemi vijat kuqe, kjo është me thonë që na bashkëpunojnë. Do me thonë, gojën plot kritika për që të pushtet rrezikshëm, e në ndërkohë si janë gatshëm u bo bashk, as një komunikat partit opozitare formale me e shkru bashk. Do me thonë, qa që janë të kompleksum, e të friksum, që mos përdokën blok opozitar që është edhe për i qunë, sa që këta asë një komunikat, paramenoj, i ki 5 vjetë në pushtet, në opozit, i ki 5 vjetë në opozit, partit opozitare s'kanë guzu me shku një komunikat bashk. Ma ketë se që ka s'ka kushon, për që ata mas e votuse, i pak naqen me pushtetin, e i pak naqen me opozitet, të që është e mundën, mës me guzu, kur ata s'guzojnë që a i shdash në bona, kështu që për që ta fjallë që na po i themi, jënë të pas kuptim për njerëz, edhe fjallë që po i themi me thonë drejtën së janë vishtonat, jënë pak edhe qa pëthoj njerëz na me thonë. Aden, është një farë bashkimi... Përfacimi i zëri qytetarë, thone. Po, ama jo të e thonë për mi përfatsu, për dyqysh ka ndodhë një farë sinergjie interesante. Njerëz ishin konë shumë atë lëndum për faktin që s'ka opozitin këtë vend, se sa që kom besuene. Aden, do me thonë, kem pushtet, edhe është i etablum, është i fuqeshëm edhe i padrejt. I fuqeshëm është, po është i padrejt, e kënej është krejt thot. Kur po i përmani qytetarët, si po e shojnë ata këtë lloj synimi të PSD-s, pra që tjetë pjesë e kuvendit, të thatë edhe ju më herit, pra se synimi është vetëm të bëjnë pjesë e kuvendit dhe jo të marrë në pushtetin. Njerëzve ju ka pëlqy ideja që na jena të kandidu. Një shqetësim që unë ja u kuptoj plotësisht, është që thonë, po ju nuk po garoni për pushtet, e a mos përbjen kjo që pe djegi votën. A den që kjo është qëtësime? Dhe qa do i thoni, pikërisht tyre qytetarëve që kanë këtë qëndrim? Nuk ka djegjet votës, matë